Arbër Hoxha mund të bëjë hapin e madh në karrierë gjatë kësaj vere, duke kaluar nga futbolli kroat në atë anglez, padyshim më prestigjioz dhe në një nivel më të lartë. Ansori i sulmit të kombëtares shqiptare ka marrë kohët e fundit një propozim shumë interesant. Ish trajneri i Dinamos së Zagrebit, Sergej Jakirovic, ka marrë drejtimin e Hull Cityt në Championship, kategorinë e dytë angleze, dhe tashmë po kërkon të përforcojë skuadrën me futbollistë cilësor për të bërë të mundur që ekipi të jetë në lartësinë e këtij kompeticioni që ka shumë rivalitet dhe cilësohet ndër më të vështirët në Europë. Sipas mendjeve angleze dhe kroate, tashmë dihet edhe shuma që duhet të paguajë Hull City për të blerë kartonin e Hoxhës. Bëhet të ditur se Dinamo Zagreb kërkon rreth 1 milion euro po ai sa pagoi për të marrë kartonin e tij nga Slaven Belupo. Kjo është një shifër e përballueshme lehtësisht nga klubi anglez, por para se të bëjë ofertën zyrtare, do të përgatitë listën e plotë të përforcimeve që kërkon trajneri Jakirovic.